Përshëndetje gjithëve. Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Sigurinë Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë Policisë Rrugore, ka marrë një sër masash shtesë në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për evidentimin, ndëshkimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në këtë kuadër janë kalibruar 22 mjete shpejtësimans. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamera dhe aparate fotografi, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane në zbatim të telegramit drejtorit të përgjithshëm policisë shtetit për të mos ndaluar pa shkak automjetet rrugore interurbane, pra në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve të lëvizshme dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative, të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek e-Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhojnë kur konstatojnë sjellje arrogante në rrugë, parakalime të njëpasnjëshme, manovra të gabuara apo shpejtësi tej normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Njëkohësisht, do të bashkëpunohet me qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut, me qëllim që shkeljet e konstatuara t'i kalojnë policisë rrugore për të plotësuar masat administrative. Sa i përket qendrave urbane, shërbimet e policisë rrugore do të vijojnë me grupe kontrolli për teste alkooli, kontroll për shpejtësi, parakalime të gabuara, mosdhënie përparësi këmbësorëve, përdorimit celularit dhe rripave të sigurisë. Parkimet e gabuara do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjetet ngres për parkimet në korsi të dedikuara, kur bllokojnë lëvizjet e lira të automjeteve apo të këmbësorëve. Janë analizuar të gjithë treguesit e performancës për 4 muajorin e vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Pavarësisht se ka një përmirësim të lehtë, por ngelet shumë shqetësuese sjelljet agresive në rrugë, duke shkaktuar aksidente me pasojë humbjen e jetës apo plagosje të qytetarëve. Nga analiza e bërë, rezulton se dinamika dhe shkaqet e aksidenteve pothuajse janë të njëjta me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Përgjatë 4 muajit të këtij viti, si rezultati i monitorimit të qarkullimit rrugor, janë arrestuar gjithsej 1009 shtetas, drejtues automjeteve, për drejtim mjete në gjendje të dhëur dhe pa leje drejtimi. 82.100 drejtues mjetësh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejuara, që variojnë nga 20 km/h mbi normat e lejuara deri në 3 fish të normave të lejuara. 815 drejtues automjetësh nuk kanë asnjë pikë në lejen e drejtimit dhe do t'i nështrohen testit nga e para. 27.000 drejtues automjetësh janë dëshkuar për parakalime të gabuara, rreth 60.000 drejtues automjetësh për drejtim mjetit pa rrip sigurimi, duke përdorur celular apo drejtim e mjeteve pa kaskë mbrojtëse. 161 masa administrative janë vendosur për parkime të gabuara dhe 85.000 për shkelje të ndryshme. Sipas statistika, dallohet qartë se numri më i lartë i aksidenteve për pasojë ka si shkak shpejtësinë dhe më pas vjen sjellja e këmbësorëve. 33% janë këmbësorë, motorciklistë dhe biciklistë. Të gjithë treguesit e 4 muajit të këtij viti tregojnë se ka rritje të evidentimit dhe ndëshkimit të drejtuesve të automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Njëkohësisht, janë evidentuar drejtues të automjeteve me shkelje të përsëritura dhe u është kërkuar strukturat të policisë rrugore të marrin masa të menjëhershme për monitorim dhe mbajtjen kontroll të vazhdueshëm të këtyre drejtuesve që janë shkelës përsëritje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Nisur nga perceptimi i gabuar në publik se drejtuesit e mjeteve nuk do të ndalohen nga patrullat e policisë, sqarojmë opinionin publik dhe përdoruesit e rrugës se detyrat e vendosura në telegramin e drejtorit të përgjithshëm policisë shtetit 3707 datë 10/4/2026 mbi marrjen e masave për garantimin e qarkullimit dhe të
të pandërprerë të mjeteve kanë të bëjnë me mos ndalimin e ato mjeteve në rrugë nacionale pa shkak, duke krijuar